Meditim për kohën e Kreshmës. E enjtja e tretë e Kreshmës, durimi dhe këmbgulja në udhëtimin e Kreshmës. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes Unora në këtë enjtë të tretë të Kreshmës. Deri më tani kemi reflektuar mbi dashurinë ndaj të afërmit, mbi fuqinë e faljes dhe mbi kthimin e vërtetë të zemrës. Kështu sot dëshiroj të meditoj mbi një virtyt thelbësor për çdo rrugtim shpirtëror, veçanërisht gjatë Kreshmës. Pra, mbi durimin dhe këmbguljen. Për sot le të dëgjojmë nga letra e Shën Paulit Apostull drejtuar Romakëve, kapitulli 5, vargjet 3 dhe 4, ku Pauli na flet për frytet e durimit. Madje jo vetëm kaq, ne mburremi edhe për vuajtjet, sepse e di mirë se vuajtja sjell qëndresën. Qëndresa na bën besnik të sprovuar, e besnikëria e sprovuar sjell shpresën. Të dashur dëgjues, në këto vargje, Shën Pauli na jep një perspektivë të mrekullueshme mbi vështirësitë. Ai nuk thot se shtrëngimet janë të lehta, përkundrazi, na siguron se ato ndihmojnë që të forcojmë durimin. Dhe durimi, sipas tij, nuk është thjesht një qëndrim pasiv, por një proces aktiv që na çon drejt provës së karakterit dhe më pas drejt shpresës. Kreshma është një kohë shtrëngimesh të vogla, por të rëndësishme. Agjërimi, lutja më intenzive, lëmosha, që të gjitha kërkojnë durim dhe këmbgulje. Shpesh në fillim të Kreshmës jemi plot entuziazëm, por ndërsa ditët kalojnë, mund të ndihemi të lodhur, të shpërqendruar, apo të tunduar që të heqim dorë nga zotimet tona. Pikrisht në këto momente durimi bëhet thelbësor. Mirë po, le ta sqarojmë pak. Durim nuk do thotë që të presësh në mënyrë pasive, pra pa bërë asgjë që gjërat të ndryshojnë. Durimi shpirtëror është aftësia për të qëndruar besnik ndaj Zotit dhe ndaj zotimeve tona, edhe kur udhëtimi bëhet i vështirë. Lutja duket e thatë, e sakrificat na duken të tepërta. Këmbgulja është motra e durimit. Ajo na shtyn që të vazhdojmë, që të ngrihemi sërish pas çdo rënje, që të mos dorëzohemi përballë tundimeve apo dështimeve. Këmbgulja na kujton se rrugtimi i Kreshmës nuk është thjesht një hap i parë në vrapimin ton, por një maraton e vërtet drejt pashkës, pra drejt ripërtritjes son shpirtërore. Mendoni për Jezusin në Getseman. Përballë vuajtjes që e priste, ai lutej me këmbgulje. Nëse është e mundur, largoje prej meje këtë kelk, por jo ashtu si dua unë, por si do ti. Durimi i tij, këmbgulja e tij në vullnetin e Atit, është pikrisht modeli ynë më i epërm. Le të jetë pra kjo e enjte, një ditë për të forcuar durimin dhe këmbguljen tonë. Kur të ndohemi që të heqim dorë nga një zotim i Kreshmës, kur ndihemi të shkurajuar, le t'i kujtojmë fjalët e Shën Paulit. Shtrëngimi sjell durimin, durimi sjell provën,
Prova sjell shpresën. Dhe kjo shpresë nuk zhgënjen, sepse është e bazuar në dashurinë e Zotit. O Zot, burim i çdo durimi dhe force, na jep hirin që të jemi të qëndrueshëm në rrugtimin ton të kreshmës. Na mëso që t'i durojmë vështirësitë me shpresë dhe të këmbgullim në lutje dhe në vepra të mira. Bëj që përmes durimit ton të rritemi në besim dhe të arrijmë në gëzimin e Pashkës me zemra të përtrira. Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të enjte, ju ftoj që të reflektoni mbi një fushë të jetës suaj ku keni nevojë për më shumë durim. Mund të jetë në lutje, në marrëdhënie me të tjerët, apo në përballimin e sfidave personale. Kërkojeni Zotit hirin e durimit dhe të këmbguljes. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju mirpresim nesër për meditimin e radhës. Hiri i Zotit qoftë me ju.